Aksidenti rënd në Unazën e Madhe në Tiranë humbi jetën 26 vjeçari. Mezitën e djeshme rreth orës 12 në 15 maj 2025, një aksident me pasojë vdekje në një 26 vjeçari ka ndodhur në Unazën lindore të Tiranës. Aksidenti fatal ndodhi në segmentin rrugor që të çon në drejtim të Paskuqanit, ku një motomjet doli nga kontrolli dhe u përplas me bordurën anësore të rrugës. Sipas njoftimit paraprak të policisë, drejtuesi i motorit, shtetasi LK, rreth 26 vjeç, ka humbur jetën në vendngjarje si pasojë përplasjes së fortë. Grupi hetimor ndodhet në vendin e ngjarjes dhe po punon për të zbardhur shkaqet dhe rrethanat e aksidentit. Tiranë, informacion paraprak. Më datë 15/5/2025, rreth orës 12 në Unazën lindore, në rrugën në drejtim të Paskuqanit, shtetasi LK, rreth 26 vjeç, ka humbur kontrollin mbi drejtimin e motomjetit dhe është përplasur me bordurën anësore. Si pasojë, shtetasi LK ka humbur jetën në vendngjarje. Grupi hetimor po punon për zbardhjen e rrethanave të aksidentit, thuhet në njoftim.